Zgjidhni një pëllumb paqe dhe zbuloni mesazhin e tij. Pëllumbat e bardhë janë simboli botror i paqes, ata lidhen me lajme dhe urime të mira, ata zgjedhin një ndjenjë qetësie dhe shprese dhe ju ndihmojnë ta shikoni jetën me sy tjetër. Në kulturën dhe traditën e përbashkët, pëllumbi përfaqëson pastërtinë, drejtësinë dhe paqen si materiale ashtu edhe shpirtërore. Në gjuhën fenikase, fjala pëllumb do të thotë prift dhe u ndërtua nga populli asirian, sepse sipas besimit të tyre thuhej që se shpirti i mbretëreshës Semiramis kishte shkuar në qiell duke marrë formën e këtij zogu. Pra le të shohim së bashku këtë test të bukur dhe pas zgjedhjes pëllumbit që kapi vëmendjen tuaj, lexoni mesazhin që u jep. Pëllumbi numër 1 tregon një personalitet të bekuar nga botët e prore, me forcë dhe urtësi të madhe të mësuar gjatë mijëvjeçarve. Ai mund të përballojë situata që për shumë njerëz duken të vështira, pothuajse të pakapshme. Energjitë e larta të pranishme në të janë në gjendje të udhëheqin përmes errësirës dhe vështirësive, duke vënë gjithmonë një vizion të qartë të rrugës, duke ndjekur edhe zgjedhjeve që duhen bërë. Për këtë arsye, personi që zgjodhi këtë pëllumb konsiderohet një lloj udhëzuesi, një figurë esenciale për miqtë dhe të afërmit e tij që kanë nderin të ndajë rrugën së bashku. Mesazhi që sjell ai është se nuk ka gjithmonë vështirësi dhe horizonte të qeta hapen në të ardhmen. Pëllumbi numër 2. Ai flet për një person me një ndjeshmëri të madhe, të sinqertë, të përkushtuar ndaj të tjerëve, me një përulësi që e bën atë të përkulet dhe të mbledh ftesën e lypsit, si dhe të përballojë sfidat më të guximshme dhe komplekse. Aftësia për të sjellë dritë dhe gëzim tek ata rreth tij, duke i bërë më të vetëdijshëm dhe të shkolluar dhe bën botën më të mirë. Mesazhi universal i kësaj zgjedhje është që të mos e humbisni kur shpresën, të mos bini në dekurajim dhe të mos mendoni në vend që të jeni gjithmonë një fener i aftë për të sjellë dritë dhe shpresë. Pëllumbi numër 3. Kushdo që zgjodhi këtë pëllumb është një person me një bujari dhe një zemër të aftë për të tejkaluar çdo vështirësi. Duke ka përzier çdo pengesë, misioni i tyre që identifikohen në këtë pëllumb është të ndihmojë ata që janë të humbur, ata që kanë humbur koordinatat e jetës së tyre dhe që përpiqen të shohin të ardhmen me një sy të mirë. E vërteta që gjendet në mesazhin e kësaj zgjedhje është që kur të mos e ndani aftësinë për të ndarë për të futur, besimin dhe për të transmetuar pozitivitet. Dhurata e këtyre njerëzve është pikërisht në sigurinë e pamposhtur, që nuk janë kur vetëm në jetë dhe se një surprizë e këndshme gjithmonë mund të fshihet pas qosheve.